Rishjet e denduara të shiut gjatë natës kanë shkaktuar probleme në qytetin e Lezhës. Sistemi i kanalizimeve nëntoksore nuk ka arritur të përballojë nivelin e lartë të prurjeve, duke bërë që ujë të dalë në sipërfaqe në disa zona. Më problematike janë paraqitur bloqet e banimit 11 janari dhe zona 11.2 hektar në lagjen Beslidja, ku prania e ujit në rrugë ka vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve. Për shkak të nivelit të lartë të ujit, Policia Bashkiake ka bllokuar qarkullimin në disa akse rrugore, duke orientuar mjetet drejt rrugëve alternative me qëllim garantimin e sigurisë. Në terren ndodhen edhe punonjës të shërbimeve, të cilat po punojnë për hapjen dhe pastrimin e pusetave, me synim për shpejtimin e tërheqjes së ujrave dhe normalizimin e situatës në zonat e përmbytura. Në ngadalësimin e shkarkimit ka ndikuar edhe projekti i nisur prej disa muajsh për rehabilitimin e sistemit të kanalizimeve, të ujrave të bardha dhe të zeza. Punimet synojnë që të japin zgjidhjen përfundimtare të problematikës së përmbytjes në qytet, ku aktualisht po zhvillohen në disa zona, duke vështirësuar përkohësisht rrjedhjen normale të ujit. Ndërkohë, moti keq ka sjellë dhe probleme me furnizimin e energjisë elektrike, si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale të Lezhës. Grupet e punës së operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ndodhen në terren për riparimin e defekteve dhe rikthimin e energjisë në zonat e prekura.